Deputetët e opozitës kanë ndërzuar një kërkesë formale tek presidenti i Republikës ku kërkojnë që të ushtrohen kompetencat e tij sipas nenit 85 të Kushtetutës dhe të kthejë për rishqyrtim ligjin për barazinë gjinore në kuvent. Ata argumentojnë se ligji është antikushtetues dhe theksojnë rëndësinë e respektimit të traditave dhe komuniteteve fetare. Për këtë arsye, ju kërkojmë që të paktën një herë të vetme gjatë ushtrimit të detyrës tuaj si presidenti i Republikës të ngriheni në lartësinë e duhur, të ndaloni përçarjen, deformimin, dhe të ndiqni edhe këshillat e komuniteteve fetare për të ruajtur traditën shqiptare, se asnjë rregull në shoqërinë tonë nuk mund të imponohet në kundërshtim me përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Deputetët i bëjnë thirrje presidentit të veprojë duke e konsideruar këtë një provë historike. A do të mbrojë parimet e Kushtetutës, të arsyes dhe të lirisë, apo do të dorëzohet para imponimit të ideologjisë? A do të qëndrojë në themelin e së drejtës apo do të rrshjas në autoritarizmin ideologjik të paketuar si tolerancë? Kërkesa për rishqyrtim kërkon që ligji të kthehet në kuvent për të shqyrtuar pasojat e mundshme mbi strukturën shoqërore dhe traditat lokale, duke siguruar që asnjë depozite religjore të mos bie në kundërshtim me komunitetet fetare dhe me parimet kushtetuese. Me 6 nëntor, kuvendi miratoi me 77 vota pro të mazhorancës projekt ligjin e shumë debatuar për barazinë gjinore, kundër votuan 36 deputetë të opozitës, të cilët e kanë kritikuar ligjin ashpër, duke thënë se qëllimi është shkatërimi i familjes.